Mund t'ju konfirmoj se në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar punën komisioni themeluar nga KQZ për vlerësimin e fletvotimeve për zgjedhjet e raundit të dytë për kryetar të komunës Mitrovicës së Jugut dhe Gjakovës. Planifikohet që ky komision të përgatisë një raport dhe të njëjtin ta dorëzojë jo më vonë se më 14 nëntor, ndërkaq për komuna tjera ky vlerësim do të bëhet sipas mostrës së caktuar dhe raporti do të finalizohet deri në fund të javës. Po ashtu puna e këtij komisioni do të jetë në funksion edhe të përgjigjes së kërkuar nga paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa lidhur me një ankesë të parashtruar në këtë institucion për raundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut, por njëkohësisht edhe të sqarimit të mëtutjeshëm të situatës krijuar.